Mirë se vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditshmëruar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në gjykimin e Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliu dhe Hajredin Kuçit për ndikim të pretenduar ndaj dëshmitarëve, seancat e planifikuara paraprakisht për datat 24 dhe 28 prill janë anuluar. Mbrojtja kërkoi që dëshmitë të gjithë dëshmitarëve të saj të merren nga gjykatësi i vetëm në formë të shkruar dhe që ata të mos thirren për të dëshmuar në seanca gjyqësore. Gjykatësi i vetëm tani ka miratuar kërkesën në fjalë për 5 nga 7 dëshmitarët në listën e mbrojtjes, që çoi në anulimin e seancave gjyqësore. Vendimi për 2 dëshmitarët e tjerë të mbrojtjes do të merret në kohën e duhur. Në të njëjtën çështje, gjykatësi i vetëm urdhëroi palët që deri me 22 prill të dorëzojnë parashtrime me shkrim për disa aspekte që lidhen me caktimin e seancave për pjesën e mbetur të gjykimit. Gjykatësi caktoi datën 5 maj si afat paraprak për dorëzimin prej mbrojtjes të njoftimeve për mbylljen e paraqitjes së provave të tyre përkatëse. Pas marrjes së parashtrimeve të palëve, gjykatësi vetëm do të vendos lidhur me kalendarin e seancave për pjesën e mbetur të gjykimit. Në gjykimin e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, me 17 prill trupi gjykues miratoi një kërkesë të mbrojtjes së viktimave për të lejuar 2 familjarë të ngushtë të një viktime të vdekur për të vijuar me pjesëmarrjen e viktimës në proces. Rrjedhimisht, numri total i viktimave pjesëmarrëse në këtë çështje është shtuar në 156. Në të njëjtën çështje u bën publike vendime të mëparshme në lidhje me paraburgimin e të akuzuarve, përfshirë vendimi i trupit gjykues i 16 marsit 2026 për zgjatjen e paraburgimit të Recep Selimit. Në këtë vendim, gjykatësit konstatuan se vazhdojnë të ekzistojnë rreziqet që të akuzuarit mund të pengojnë procesin ose të kryejnë vepra penale të tjera, duke theksuar se rreziku i ndërhyrjes përfshin gjithashtu orvatjet për të hakmarrë ndaj dëshmitarëve që kanë dëshmuar në proces apo orvatjet për të motivuar dëshmitarët të tërheqin dëshmitë e tyre. 2 vendime të tjera të bëra publike së fundi, të datës 4 korrik 2025 dhe 19 mars 2026, zbusin në mënyrë konkrete masat e caktuara nga trupi gjykues për vizitat që u bëhen 3 të paraburgosurve. Kujtojmë se në dhjetor 2023, trupi gjykues caktoi disa masa në lidhje me vizitat personale jo të privilegjuara të zotit Thaçi, zotit Veseli dhe zotit Selimi. Trupi gjykues ndërmori këtë pasi prova të paraqitura nga ZPS-ja dukej se tregonin që të paraburgosurit po u zbulonin informacion konfidencial nga procesi gjyqësor vizitorëve të tyre dhe se kushtet e zakonshme të paraburgimit ishin të pamjaftueshme për të zvogluar rrezikun që të paraburgosurit të ndërmerrnin veprime që mund të ndërhynin në proces ose që përbënin rrezik për sigurinë e dëshmitarëve. Masat shtesë të caktuara në dhjetor 2023 përfshinin mbikëqyrjen aktive të vizitave personale për këta 3 të paraburgosur. Kjo mbikëqyrje nuk zbatohej ndaj takimeve konfidenciale midis të pandehurve dhe mbrojtësve të tyre apo ndaj vizitave private me bashkëshortet dhe fëmijët. Këto takime janë zhvilluar gjithmonë pa mbikëqyrje. Po ashtu këto masa nuk u zbatuan ndaj të paraburgosurve të tjerë. Në vendimin e 4 korrikut 2025, trupi gjykues hoqi disa prej këtyre masave në lidhje me zotin Thaçi, zotin Veseli dhe zotin Selimi, për shembull hoqi kufizimin e pjesëmarrjes vetëm të një vizitori për vizitat me videolidhje me anëtar të ngushtë të familjes. Në vendimin e 19 marsit, trupi gjykues zbuti më tej disa masa për 3 të paraburgosurit, ndërsa rrëzoi një kërkesë të mbrojtjes së Selimit për të hequr kufizimet e mbetura për kontaktet e Recep Selimit. Në lidhje me zbutjen e masave, trupi gjykues në vendimin e marsit shtoi numrin e vizitave fizike jo të privilegjuara të autorizuara nga 5 në 6 në muaj dhe u pajtua me ndryshimet e parapara nga administratoria që do të mundsojnë 3 të akuzuarve të kërkojnë 2 vizita shtesë me videolidhje në muaj
me të afërt të ngushtë dhe një vizitë private shtesë në muaj me bashkëshortët dhe fëmijët. Në vendim, gjykatësit shprehen vlerësimin se kushtet e modifikuara të paraburgimit nuk ndërhyjnë në mënyrë të palejueshme ndaj të drejtës së të tretë akuzuarve për respektim të jetës familjare. Dhe vunë në dukje se, citojmë, kushtet e modifikuara të paraburgimit të përcaktuara në këtë vendim, për disa aspekte përputhen me ose krijojnë të drejta shtesë në lidhje me vizitat krahasuar me rregulloren e paraburgimit. Sistemi i zbatueshëm garanton që çdo i paraburgosur të ketë mundësi të arsyeshme për të ruajtur marrëdhëniet personale, përfshirë kontaktet e përditshme me familjen dhe shokët përmes thirrjeve telefonike dhe korrespondencës, përveç vizitave fizike dhe me videolidhje. Faleminderit.